Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ardhur nga Tirana dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit të Vlorë kanë ushtruar kontrolle gjatë kësaj të njëjte në të gjitha kantinet e ndërtimit, kryesisht në ato të cilat janë duke u zbatuar projektet në qytetin e Vlorës. Fokusi gjatë ditës së sotme është vendosur në projektin e palmave dhe agrumeve, i cili ende është duke implementuar në qytetin bregdetar. Sipas informacioneve, mësohet se në këtë projekt janë evidentuar shkelje të ndryshme, ndërkohë që janë duke bërë dhe konstatime përkatëse nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit për siguri në punë, por edhe zbatimin e projekteve. Në rast të shkeljeve do të vendosen edhe masa administrative për firmat zbatuese. Pritet që kontrollet nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, por edhe ai i Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit Vlorë të vijojnë gjatë gjithë këtyre ditëve në të gjitha kantinet e ndërtimit në qytetin e Vlorës. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Vlorë ka ndërmarrë një aksion të gjerë kontrollesh në disa kantiere ndërtimi në qytetin bregdetar. Ky aksion vjen në kuadër të forcimit të monitorimit të zbatimit të ligjit dhe garantimit të standardeve në sektorin e ndërtimit. Aktualisht inspektimet janë përqendruar në projektin e bulevardit të agrumeve, një ndërhyrjet më të rëndësishme infrastrukturore në zonë. Në këtë kantier grupet e inspektimit po verifikojnë nga afër ecurinë e punimeve, cilësinë e zbatimit të tyre, si dhe dokumentacionin teknik dhe ligjor të subjektit ndërtues që operon në këtë projekt. Burime nga tereni bëjnë me dije se kontrollet janë fokusuar veçanërisht në respektimin e kushteve të sigurisë në punë, standardeve teknike, si dhe në përputhshmërinë e lejeve dhe dokumenteve përkatëse me legjislacionin në fuqi. Gjithashtu përshqyrtohen dhe masat e marra për mbrojtjen e mjedisit dhe minimizimin e ndikimit të punimeve në zonat përreth. Gjatë inspektimeve janë evidentuar disa shkelje, të cilat lidhen kryesisht me mos respektimin e kushteve të sigurisë dhe mangësinë në dokumentacion. Për këto raste pritet të ndiqen procedurat ligjore përkatëse, duke përfshirë vendosjen e sanksioneve administrative apo masa të tjera ndëshkuese ndaj subjekteve përgjegjëse. Autoritetet kanë bërë të ditur se ky aksion nuk do të jetë i përkohshëm. Ai do të vijojë dhe në ditët që vijnë, duke ushtrirë në kantiere të tjera ndërtimi në qytetin e Vlorës. Qëllimi kryesor mbetet garantimi i zbatimit të ligjit, rritja e standardeve të sigurisë dhe disiplinimi i aktivitetit ndërtimor në të gjithë territorin.